Çifti që kishte punësuar një dado që sillet çuditshëm dhe në mënyrë të shqetësuar, vendosi të instalonte një kamerë sigurie në shtëpinë e tyre për të kuptuar arsyen e kësaj sjellje të pazakontë. Një natë, qeni i papritur sulmoi dadon. Kur çifti pa pamjet e kamerës, mbetën të tmerruar. Ajo që pani bëri të thërrisnin policinë pa humbur asnjë sekond. Howard dhe Cheryl kishin qenë bashkë për gati 10 vjet kur zbuluan se po prisnin një fëmijë. Por ky udhëtim nuk ishte qenë një lehtë për ta. Ata kishin provuar për vite me radhë të kishin një fëmijë, por vështirësitë që hasën i bën të ndiheshin të pashpresë. Cheryl e kishte të vështirë të pranonte mundësinë e të mos qenit kurrë nën, ndërsa Howard ndihej i pafuqishëm duke parë gruan e tij të trishtuar. Një përpjekje për ta bërë atë të lumtur, ai vendosi të adoptonte një qen të dashur dhe besnik. Para se të vazhdojmë, sigurohuni të abonoheni, të klikoni butonin e pëlqimit dhe të aktivizoni zilen e njoftimeve për më shumë histori të mrekullueshme. Me kalimin e kohës, ky mik i vogël u bë një pjesë e pazëvendësueshme e familjes së tyre. Kur Howard solli qenin në shtëpi për Cheryl, ajo u gëzua pamas. Ata e quajtën shokun e tyre të adhurueshëm Maitens dhe e thirrën me dashuri. Vitet kaluan, por çifti kurrë nuk hoqi dorë nga ëndra e tyre për të pasur një fëmijë. Një ditë Howard vuri re se Mites po sillej çuditshëm. Normalisht një qen i qetë, ai filloi të ndiqte Cheryl nëpër shtëpi duke u ankuar me ankth e dera. Howard mendoi se mund të ishte i sëmurë dhe ekzaminoi me kujdes, por nuk kishte probleme të dukshme shëndetësore. Ai ende nuk e dinte arsyen e kësaj sjellje, por një gjë ishte e sigurt. Maitens po përpiqej t'u tregonte diçka. Pak më vonë, Cheryl bëri një test shtazanie dhe nuk mund të besonte syve. Rezultati ishte pozitiv. E pushtuar nga gëzimi, ajo vrapoi te Howard dhe e përqafoi me lot lumturie. Momenti që kishin pritur për kaq vite kishte ardhur më në fund. Por pjesa më befasuese e të gjithës ishte se Maitens dukej se kishte ndjera të para atyre. Qeni kishte zbuluar shtazaninë e Cheryl dhe po vepronte sipas instiktit të tij për ta mbrojtur. Megjithatë, kjo nuk ishte vetëm një surprizë që i priste çiftin. Muaj më vonë, Cheryl lindi një vajzë të shëndetshme, gjithçka dukej perfekte deri në ngjarjen tronditëse që ndryshoi gjithçka. Ata e quajtën foshnjën Sky, në nderim për sytë e ndritshëm blu të Maitens. Ndërsa Cheryl dhe Howard përshtateshin me jetën e tyre të re, ata kuptuan se nuk mund të mbanin gjithmonë një sy të vajza e tyre për shkak të orareve të ngjeshura të punës. Kështu vendosën të punësonin një dado për të kujdesur për të gjatë mëngjeseve. Zgjedhja e një dadoje nuk ishte e vështirë. Shoqja më e ngushtë e Cheryl, Wonder, u afrua me kënaqësi të merrte përsipër këtë përgjegjësi. Ata i besonin asaj plotësisht dhe besonin se Sky ishte në duar të sigurta. Megjithatë, sjellja e shqetësuar e Mites shpesh sugjeroi se gjërat nuk ishin ashtu siç dukeshin. Wonder kishte qenë gjithmonë një pjesë e rëndësishme e jetës së Cheryl dhe Howard. Ajo kishte ndihmuar me planet e dasmës së tyre dhe madje kishte asistuar në procesin e kërkimit të shtëpisë. Kështu çifti ra dakord një zëri se ajo ishte personi më i mirë për të kujdesur për Sky. Ata ishin mirënjohës që kishin një ndihmë shtesë dhe gjithçka dukej se po shkonte mirë. Por Mites nuk pajtohej. Instiktet mbrojtëse që ai kishte treguar që nga lindja e Skyt mbetën të pandryshuara, pavarësisht ardhjes së dados. Ai ishte ende i shqetësuar, gjithmonë në gatishmëri të lartë dhe bëj edhe më i shqetësuar sa herë që Wonder ishte pranë. Fillimisht ata menduan se ishte vetëm një periudhë përshtatjeje, por e vërteta ishte shumë më shqetësuese. Mites vazhdonte të ruante Sky gjatë natës. Ai refuzonte të largohej nga ana e foshnjës dhe vazhdimisht lutej të qëndronte në dhomën e saj. Cheryl dhe Howard e gjetën këtë sjellje të çuditshme. Ata kishin pritur që qeni i tyre të qetësohej pas lindjes së Skyt, por në vend të kësaj, ai ishte bërë edhe më i shqetësuar. Fillimisht ata injoruan duke menduar se ishte vetëm e përkohshme. Por sytë e shqetësuar të Mites, netët pa gjumë dhe vigjilenca e vazhdueshme filluan të shqetësonin Howard. Pas një jave ai filloi të dyshonte se kjo sjellje nuk ishte rastësi. Diçka nuk shkonte vërtet. Mites ishte bërë tepër mbrojtës ndaj Skyt. Ai kur nuk largohej nga ana e saj dhe qëndronte në gatishmëri në çdo kohë. Ndërkohë, Wonder shpesh ankohej se qeni nuk e linte të afrohej te foshnja kur Cheryl dhe Howard nuk ishin në shtëpi.
por çifti nuk i dha shumë rëndësi kësaj. 2 muaj pas lindjes së Skyt, Cheryl dhe Howard po ndiheshin të frustruar me Miles. Ata ishin të raskapitur nga shqetësimi i tij pafund. Besonin se qeni tyre thjesht po xhelozonte, por e vërteta ishte shumë serioze. Cheryl dhe Howard e donin shumë Miles, por sjellja e tij gjithnjë më shqetësuar po bëhej shqetësuese. Siguria e Sky ishte prioriteti i tyre kryesor dhe ata e dinin se duhet të merrnin një vendim. Megjithatë, para se të mund të diskutonin, rriti një natë e papritur. Howard kishte planifikuar një surprizë për Cheryl. Wonder do të kujdesej për foshnjën që çifti të shijonte një mbrëmje jashtë së bashku. Por kur erdhi koha për të dalë, Cheryl ndjehej shqetësuar. Një ndjenjë pa shpjegueshme ankthi e pushtoi. Të linte Skyn pas, kur nuk ishte dukur kaq e vështirë më parë. Cheryl ishte mirënjohëse për ndihmën e Wonder, por ndërsa ajo dhe Howard dolën nga dera, Miles papritur filloi të lete ndaj Wonder. Nuk po lente thjesht, ai po ulërinte me ankth. Për një moment, Cheryl hezitoi, gati sa nuk ndryshoi mendje, por mori frym thellë dhe e bindi vetes se Miles thjesht po përshtatej me rutinën e re. Duke i kujtuar vetes se duhet i besonte Wonder, mbylli derën dhe u largua me Howard, por Miles ende nuk ndaloi. Atë natë për herë të parë pas një kohe të gjatë, çifti u çlodh dhe shijoi darkën e tyre, duke u ndjerë të sigurt se Sky ishte në duar të sigurta. Megjithatë, në mes të darkës telefonin tyre ra. Wonder po telefononte në panik. Ajo kërkoi të ktheheshin menjëherë në shtëpi, me sa duket Miles kishte provuar ta kafshonte. Ajo kishte tentuar ta fuste në kafaz, por ai reagoi ashpër. Howard dhe Cheryl anuluan darkën dhe u kthyen me nxitim në shtëpi. Kur mbërritën, gjetën foshnjën që qante, një qen të shqetësuar dhe Wonderin që dridhej. Menjëherë pas kësaj, Wonder u largua nga shtëpia, dukshëm e mërzitur. Sapo ajo u largua, Cheryl i kushtoi vëmendje Miles. Ajo vuri re shqetësimin e thellë në sytë e tij. Miles po përpiqej t'u tregonte diçka. Sjellja e tij kishte qenë vërtet e çuditshme, por në momentin që Wonder u largua, ai papritur u qetësua. Cheryl dhe Howard shikuan të habitur, ndërsa qeni tyre shkoi drejt në dhomën e Skyt. Ishte e qartë se gjërat nuk mund të vazhdonin kështu. Nëse Miles nuk ndryshonte, ata nuk do të mund ta mbanin më në shtëpi. Kështu, ata vendosën të diskutonin situatën me mendje të qartë të nesërmen dhe shkuan për të fjetur. Të nesërmen në mëngjes, Howard kujtoi diçka. Ai kishte instaluar kamera sigurie në shtëpi disa muaj më parë. Ndoshta mund të zbulonin çfarë kishte ndodhur vërtet atë natë. Pa humbur kohë, ai ulte kompjuteri dhe filloi të shikonte pamjet e Miles dhe Wonder. Howard shpresonte të gjente një të dhënë që do të shpjegonte sjelljen e çuditshme të qenit, por ajo që pa e la të ngrirë nga shoku. Wonder, personi që ata i besonin më shumë, nuk ishte ajo që dukej. Pamjet zbuluan se Wonder ishte përfshirë me një grup të palishëm. Këta individ ishin pjesë e një organizate kriminale që shpërndanin imazhe të tmerrshme të fëmijëve në darknet. Ndërsa Howard shikonte skenat e frikshme, menjëherë telefonoi policinë. Forcat e rendit nisën një operacion në shkallë të gjerë, duke arrestuar Wonder dhe 10 të tjerë të lidhur me të. Hetimet zbuluan një sasi të madhe të dhënash të palishme. Cheryl dhe Howard ishin në mosbesim. Si mund t'i kishin besuar kaq verbërisht shoqes së tyre më të ngushtë? Për një gjë ishte e sigurt. Miles kishte pasur të drejtë gjatë gjithë kohës. Vigjilenca dhe besnikëria e tij kishin mbajtur Skyn të sigurt, dhe tani ai nuk ishte thjesht një kafshë shtëpiake. Ai ishte një hero. Miles jo vetëm që shpëtoi Skyn, por gjithashtu parandaloi që shumë fëmijë të tjerë të binin në rrezik. Falti, kriminalët u kapën dhe dëmet e mëtejshme u shmangën. Që nga ajo ditë tutje, ai u kthye në veten e tij normale. Cheryl dhe Howard megjithatë mësuan një mësim të rëndësishëm. Ata kur nuk do të injoronin përsëri sjelljen e pazakontë të qenit të tyre. Lidhje të forta përmes tregimeve të bukura. Faleminderit që na ndoqët.